Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të televizionit Arbria, mirë se po takohemi edhe këtë pazite këto në detaje në televizionin Arbria. Unë pa humbë kohë, po du me prezantu të ftuarin për sot, i cili është një figurë mjaft e njohur, por edhe njëkohësisht e dashur shumë për publikun. Të gjithë e njohim me emrin Sofia. Përshëndetje Adnan, mirë se erdhe. Faleminderit, tonë njohëm Sofia, përshëndetje Adnan. Faleminderit. Emri s'keni ke juve, krejt publiku ju njohin me Sofia. Po, edhe unë vetën e njoh çashtu. Faleminderit që ndohet kohën për ne. Faleminderit shumë që më keni thirrë, edhe më bot shumë qefi që jam në emisionin tonë detaje, edhe në ky televizion të ri, inshallah sot në vit kur dhe vi, ky televizion është një ambient 200 metra katror, edhe një televizion që merje hunë shumë të madhe. Kështu që më pëlqen me shku në emisione të reja dhe në televizione të reja, sa do pak me kontribu dhe me lënë histori që nesër kur të rritet ky televizion me kom për musafirëve të parë. Faleminderit shumë, edhe ne po shpresojmë. Po du me fillu pak nga po gjendet Adnani këto kohët e fundit. Unë kam një farë, tash jemi rritë edhe me vite edhe me karrierë, edhe nuk është që nëse flasëm njërën personali nuk është që po dalë shumë, po mënoj se jo ma shumë i fokusuar në punë. Tash këtë punën tonë na nuk dukmi nashta shumë në për televizione, në për rrjetet sociale, për arsye se e kemi ndërtu një farë kemi dalë një farë autostradë dhe tash që duhemi me kanë shumë sinqertë dhe të sigurt në ato që e shfaqmi. Jemi të punu me Linda Hakaj një emision, është edhe një ftyrë publike, po nuk po du me zbulu, bela si befasi, po me Linda Haka jemi të punu për një emision, i kemi pritë të zgjedhje dhe të kryhen se fokusi ke shumë në to, e kështu që besoj që shpejti do të kontaktojmë me njëri për televizioneve që jemi me gjithë duke fol, e ta shohmi se ku po Kanë filluar xhirimet apo jo? Jo, është ideja një herë. Është dëba komplet për skeleti e emisionit. Mendoj që se e kam më të kështu si ide këtë emision, më me thonë lirisht që 99% veç është kry ideja dhe krejt, do më thonë veç ka merët një marrëveshje me televizionin edhe me startu me gjiru. Po du për publikën që nuk e din qysh është një ditë e përditshme e Adnanit, nëse zgjohet përditshmëria. Zakonisht nuk kemi komplikum. Se zakonisht menojnë artista e na ku me di që ka bojmë. Jo, si krejt njerëzit e thjeshtu në qona në ora 9 e gjys, krejt kolegët e mi edhe njerëzit e mi mendojnë që unë e flaj shumë, nuk flaj shumë, unë e flaj bile pak se unë e bivon, se punoj i shkruj një skenar ose lexoj diçka ose ka një herë zakonisht nuk flaj pa e kam një shat që të instalum, kam qef me lu shat disa loj, mas ne flaj, do këtë që më relakson. Nashta nuk është e vërtet që ajo, po ka një herë edhe psikikisht që është bëhet. Unë qona në ora 9 e gjys, ka një herë edhe 10, e pi një kafe në familje, ha më në gjes, i marë disa vitamina që i kam edhe shkojnë fitness. Njerëzit që ushtrojnë fitness e din do kreatina, do proteina, do shkojnë fitness sa kaloj kohën, prej aty hypjen vetur edhe i kry disa takime që i kam të mijat, edhe kthena në drekën familje, edhe prej drekës se tutje, muj më ullë me naj ide që e kom ba me plëtsu, edhe me jetu. Jo, thjesht, shumë thjesht, dhe më thonë, nuk ka tash që kemi një punë rregullisht javore, tash emisioni që vjen kuptohet, po unë ma shumë jemi fokusum në për neja, në për mramje dhe në për, dhe më thonë, unë njaftë s'pa ku jemi 2-3 vena dykun. Apo, kjo pjesa e xhirimeve, kur i keni xhirimet, ose neja që po tani qyshe menaxhoni kohën, a janë të lëshme ose qyshe menaxhoni lodhjen? Përveç sezonës edhe 8 marsat edhe vitin e ri, këto janë pak ma ngarkesë, për arsye se je non-stop aksion, non-stop jemi të punu, të xhiruar, të bë. Këto si ky muj prillit ose janë ma qetë, apo nuk është që unë edhe ashtu nuk jam tip që e urrej kukun, e urrej me kukat, me jemi të angazhum, po jo që i shof edhe disa, mos tëm kolegë, po disa njerëz që e bojnë qas shumë të madhe, jo. Po më jo. Kemi, nëse sanë tonë kam mramje, këtu e kryj emisionin, kam mundësi me shku në banes, me flajt, u që me hangër buk edhe mu bagati për nej, atje s'kena me shtru laminat, as dërtimtari, do më thonë,
kemi shku e ki programin të në gjysore, 40 minuta, një orë, e din kur kime hi, merresh vesh me tasmorin ose në mramin e SI ose në varet ku, e këto udhëtimet na lodhin pak më shumë. Sidomos të marsat këto na lodhin më shumë kur kemi më udhëtu, se na bjen më udhëtu pak më shumë, kuptohet. Po është lodhi, kuptohet, se kemi dalë para disa vetave, edhe është lodhi psiqike, po është njëjtin kohë dhe knatësi. Kështu që unë pëlqen këtë punë që e bëj, më pëlqen edhe nuk ka që nëherë i thëm vetes jem lodh, shumë thjesht, edhe pse ka tepër angazhime, tepër takime, ditë për ditë, në tash kur je fytyrë publike njerëzit edhe thrasin për emisione. Unë gjithmonë gazetarët, edhe gazetarit i kom respektu gjithmonë, edhe me gjithë më i me thonë kam një farë shoqënie të mirë, për arsye se e di që ai që thirr në emision ti dush më shku mja kry një argat. Kapten, do më thonë një mos të quaj refuzim se është banale, po nëse një emision nuk shkoj veç nëse jem smut ose për një menë nëse s'muj me shku e kam një punë diçka, për ndryshe nuk refuzoj se edhe pse sot është bërë probleme shku në për emisione se mund është mu bë viral shumë për të keq. Adin se ka një herë për din montazha mi prej disa, adin e për qesin në për pozicionit këshia, se tash është ardhën pa lajku, edhe është ardhën pa më mujtë me nëzona i penal në i musafiri. Po, unë përshkoj se zakonisht nuk nifna për skandale dhe nuk nifna për këto memet. I përmendi sezona ta që keni punë mas shumëte. Qa kishë veçu diçka për publikon që ju ka ndodhë interesante ose sikleqme, ose diçka që kishë mujtë me ndohë me publik? Po, zakonisht në sezon neve, më shtëm në ndodhin shumë sene. Sene për me qesh ndodhin e përdarsma, kur edhe neve na vjen për me kesh, edhe në përdarsma takojmi njerëz që ka, që thojmi na njerëz që se populli kosovar ka shumë humor. Edhe shofmi edhe njerëz shumë në përdarsma që ata vetë kanë humor. Do më thonë që ka një herë edhe mu mbojnë me kesh, një prej darsmave kum cek edhe dikun kum tregu ku unë para se me shkun, kur shkrin darsën, e thirri ata që më ka ftu për me hyn me bo humor, edhe e pys për emrat e familjes, edhe ai ma dha emrin e vjehrës Gabim. Edhe kur hina unë e thirra emrin që ma dha ai, dhe nuk po përgjigjet kërkush. Masane e vrejta që... Sikleq me pak. Jo, ishe mirë ajo, se ai djali shumë humorist, abdim shumë e mirë ke ajo, se ai ke shumë frajer, abdim njëra që e pregadit ato mu më pilqej. Abdim tani erë tha, nuk e ka emrin kështu për ka qështu, abdim do më thonë ndodhin kësi gjanash, po jenë të lezetshme, jenë të mira, jenë shumë të mira. A ka ndodhë ndonjëherë që ju është anullu terminin në momentin e fundit në dasëm? Ka. Edhe jo të shpeshta, më me thonë në jetë më ka ndodhë në 2 herë. Cilat janë arsyet për shkak që japin tasmorët? Një prej arsyeve që është anullu dasma, na jemi marrë vesh si me thonë sot, që jemi në prill, edhe kur është afru data, ai tipi ka mendu që unë se kum shkru datë, veç kemi ba laf, apo kupton? Do më thonë. Edhe unë kur i kum thonë, për ka një ka pare, o ka një interesant që më ka thonë, vina dhe takomi. Edhe masonin në këm për detyrë, se tash na nuk e kena na i farë qmimi, ku me ditë sa që me thonë, që i ka parën se që i se na i farë problemi. Edhe unë ditën e dashën e spektiri, për thëmë, në ora sa po fillojmë edhe në sa, që me ditën e sa marë, tha jo, për besë nuk kom dhonë ka parë dhe nuk e kemi lanë që është punë e kryma, ja, abdim të më dhomë që keme ardhë. Abdim, po qa me ba, jenë keq kuptime që jenë të falshme, nuk është në i farë, apo kuptan. Nuk ka diçka. Apo flasim pak për Sofin. Flasim çka dush. Unë e marr çka dush, flasni për Amerikë, për tarifat, për Çush është kriju Sofia? Çush është kriju? Po është një personazh mjaft i dashur për publikun. Zakonisht personazhet. Nga ka ardhur ideja? Po, zakonisht personazhet e dashme që i do publiku tek aktorët vijnë spontanisht. Zakonisht edhe hitet e këngëve, nuk vjen një hit, edhe vetë këngëtari kur hinë në studio me knu, sado që aje do nuk e din, a ka me kon hit, se publiku i bën sanet hit ose i bën sanet me dasht. Se kum ditë, unë kum lu Sofin, po se kum ditë, a kanë me dasht ajo. Sofia ka ardhë në prallë me të panë, në atë ko, unë e Sofin e bëjsha privatisht me Shëngyli Ismailin, aktorin, shoqen teme, miken teme shumë mirë, kum lu shumë e ta skeqen prallë, edhe unë e bëjsha privatisht, edhe Shëngyli ekstrem keshke, i pilqejke qysh pe bëj. E mus mu kesh ka abdin shumë herë Shëngyli për abdin le, edhe Shëngyli i tregon
se të shpis. Shëngyli i tregon Valonit në atë kohë dhe i thërë që atë noni të bërë një femër shumë mirë, po më bërë shumë e kesh. Në atë kohë ishte edhe profesori Ekrem. Edhe po shkojmë në prova, profesori Ekrem po më thëtë atë na dilën s'ken, po dalë, po thëtë luma që atë grunë që pelun. Edhe unë preva se është diçka që se kësha menu kur me lu një femën. Për thëmë, jo për prof, hadit se në atë kohë isha maslani, për thëmë prof, veç me Shëngyllin që e bëj kështu për shmek se jo thët luma. Mirë, bëllë përmës me zgatë, hy, une bëj provën e luj, ma e profa një rëthon, ju pilqej aktorëve, Valonit, gjithve. Edhe emisionin nëse zgaboj, ka qenë tajteve me gjiru, nëse zgaboj, se është ka gjatë 12 vite sa u bon, për 2006-2007, edhe ma shumë fakt. Edhe po më thëtë Valoni u kry. Edhe unë e luj qatë javë, kisha me lu maslonën, po më thëtë, këtë javë kime lujt, kanë qenë vëllezët e mziu. E tash unë e lujsha si nanë e ty, edhe spjegojsha qysh i ku më rrite, qysh... Po, muri jehon shpejt si rol, edhe u boj dashtër shumë për publikun. është, po edhe sot e asaj ditë është, Sofia është, më me thonë, një vule... A ju pengon që krejt ju njohem prej Sofis? A ju bëhet e bezdeshme najherë? Jo, është knatësime me roli është rol. Së është më rëndësia luj rolin e femnës, sa unë e luj edhe rolin e një gruje 80 vjeçare, luj edhe rolin e një fëmije leotrimin, e luj edhe rolin e aslanit, e luj edhe një doktor, e luj edhe një polic. Do më thonë, roli është shumë e rëndësime, po saftësime bëtë dashtën për publikun. Se funit na punojmë, që jena para kamere na punojmë për më na dash populli. Edhe qëllimi në momenti kur arrit që ta në rregull jena. Do më thonë, se nuk besoj që në Kosovë një femën mundet me lujt një Sofi. S'mundet. Do më thonë, mos tomë që s'mundet, po s'kam rri kërkush me lu Sofin, ose me lujt Tetën Gjyli, ose me lujt Dadem Puc. Do më thonë, nuk... Meshkujt e kanë qatë talent, edhe e kemi me rri, me ba qata. Tash, aktorët ma të mëllojnë botë kanë lu rolit femnave. Do më thonë, s'u pengon, më kënaq që ku mujt me ardhëri që të me ba një rol kaq dashtë. I përmend edhe role tjera që i ke pas. A ki nostalgji për ato ko? Ose ato role? Ato për kohën... me malë ose? Jo, se ato role edhe i luj, po Sofia më ka imponu ma shumë tash që e ka me edhe skeqet për YouTube që i bëj me rejnë. A vëden edhe normal. Po shpejti do t'i kthejt gjitha rolet, po gjithmonë do t'mja gjithë rolit edhe formatin e mirë, edhe rrugën e mirë, jo veç me qitë që ashtu haj se mas njëna e mytë. Për kohët, po, për nostalgji kemi, për arsye se edhe në prallë me të panë, edhe në danë, kemi qenë një ekip qaq e madhe, edhe qaq kemi kujtimet mira, sa që më i me thonë lirisht që është problem u këthy ma qaj e ko me një projekt tjetër. Se ka ndryshu kohët e kolektivit, ka ndryshu kohët e humorit, ka ndryshu shumë sene me të madhe. Okej, po du me ditë, në Kosovë a jetohet me një pagë, ose me një pagë jo, po të ardhat aktrimit? Që shëndren kjo pjesë? Kosovë nuk ka siguri për kur gjo. Nuk kemi siguri, jo veç nëse aktor, por nuk ka siguri as një doktor, as një profesor. Do më thonë, këtë problemi më i madh në Kosovë është dhe siguria. Vetëm një sen që na marr në Kosovë është dashnia që kemi me zveti, dashnia për atë dhejën, hala jetojna me ideal, se kemi fitu me mund këtë vend, e kam fitu djemë ton, vëllaznit ton, që shumisa sot janë dekte, kemi dëshmor, tu fillu për Ademit, Jasharit, Zahir Pahezitit, gjithve këtynëv, po më do që edhe këtynëv si na tu javdit që kanë lëptu për neve që na sot me morë frymë lirë shumë, po këty nuk është një farë sigurie. Kur e thëmë këta, e thëmë bindje të plot, për arsye se cëllë është siguria jonë, cëllë është siguria jote si gazetare sot. Vjen njëse shefi dhe dele dhe kush kanë ti. Të nga në për portale, të nga s'ki siguri, nuk e ki një kerti si gazetare, nëse unë të kesh aftu, hajden po djevë të bojna një intervjist, që shesharë më autobus, se ka televizionin një vetur, mi thonë gazetarës, ti e ki qitë vetur, veç për veti me shku në për intervista në për shtetet tjera. Shumë thjesht, dhe më thonë nuk e ki, që ke siguria që ti se ki. Na si aktor, nesër nëse i bojmi do vite që nuk më në ma me aktru, tash dikush thet, është dash me këto pare me siguru diçka. Po përponës po flas për veti, po se shqyqër zoti kemi siguru diçka, po flas për aktorë cilët jenë teatr, që kanë një rrogë, nuk i dhja kanë 700-800 euro. Që ato rroga janë, më me thonë lirisht tonë janë kredit që kanë blej banesë ose shtëpi ose çfarë di, edhe jetojnë me 300-400 euro, e si aktor s'mërsh me jetu me 300 euro në Kosovë. Tu e di që sa të ka bë vaj, sa të ka bë sheqeri,
Po, a mundesh me jetu, tash kjo jetesa është, na shumica këtu në Kosovë mbjetojmë, e për me jetu, pak jetojnë në Kosovë. Po, vërtet. Rrethonat janë kriju tilla. Po, është për mua anku, tash nuk guzoj mua anku, në mënyrë personale nuk guzoj mua anku, edhe se jetoj mirë, mos të jetojna me luks, po jetojna mirë, jetojna mesatarisht. Po shpresojmë që kanë më ndryshu rrethonat dhe kanë më bëu më të mira për secilin Po, njëve. takim shëndetin edhe lutjet zakonisht mos t'i bojna veç mënyrë personale, t'i bojna në përgjithësi. Unë gjithmonë them, unë nuk kam qef me dek për pa e pa një rrogë një doktori 5.000-6.000 euro. Nuk du me dek pa e pa një rrogë një polici 2.000-2.500-3.000 euro. Nuk du me dek pa e pa një rrogë 2.000 euro një mësimdhënësi. Edhe nuk du me dek pa e pa një rrogë 1.500 për djemve tonë që na pasrujnë qytetin. Dhe më thonë, një për një ata i quajnë arkitektat të rrugës. Dhe më thonë, nuk kanë rregull ai më quë, më pastrua mu qytetin me një rrugë hajgare. Ati do të më arrit moralin me rrugë të mirë që ai me fshi me krye përpjet. Se zakonisht na jena edhe pak si popull bullizues tani kur të shohum se mbi të gjitha edhe ai e bën punën e vet, qysh e bëj edhe në punën tam. Dallimi mes punës tjetër dhe tamës nuk ka dallim. Ai e bën punën e vet, unë e bëj punën tam. Krejt jena në rregull, veç probleme që jena pak bullizues, te na duhet të mu respektu kur shkon me një vetur të mirë, me një urdhë shtrejt, me një telefon shtrejt, e kjo është gabim. Dhe më thonë se ti nuk për respekton njeriun, po për respekton pjesën materiale. Që kjo si popull kemi evolu për keq. Po du shumë shkort munale edhe pak veç të aktrimi, dhe më thonë që a kishë vequ që a ka gjenë ma ndryshe më herët edhe qka është tash? Qka të qënë atë po edhe qka tash? Ma herët, tash ka ndollë inteligenca artificiale dhe problemi është që ke kry punë sot për 5 minuta, atëherë s'ke mujt me kry për një ditë. Që kjo është qëto rreziku. Dhe më thonë, sot edhe skeqet, sot edhe kongët janë veç një përdorimshe. Nuk ka hite ma. Nëse çfarë do kongët mire që ato të hanën, veç një përkurën. Me mujt me më rritin pramëtën është super. Dhe më thonë, çfarë do skeqet i qeqet. Mundet për në 3 ditë mu kliku, mundet se qas shumë jenë të prodhu tiktokerat. Po thu që s'ka për mbajtja, po... Jo, për nuk ka për... Po tash ti edhe për mbajtja, unë tash nuk mundesh ti mu që me bo diçka shumë, wow, artistike. Se ti mush me bo artistike, po bën veç për shpirtin tënë. Ti do me thonë, unë jem tezg, unë duna me shit produktin që e bëj. E produktin që e bëj me shit, unë duna me bo me shije qiti popli. Nuk muj me bo me shije Tregjevçosjes. Se sa i kena na me shije Tregjevçosjes, 30 veta. Prishtinë, mu më vynë, dhe më thonë, me shit produktin që e bëj, skeqin që e bëj mu më vynë me shit njerëzit me kesh me qa skeq. E ka një herë, duna me ba edhe panaj vi dramaturgjik ose panaj përmbajtje. Me lëshu që ashtu. Let keshet, let klikohet edhe në regullena. Edhe pse e di vetë ku jenë gabimet, jo une po edhe shumë tjerë. Jenë në rast dhe më thonë edhe tregime popullore. Po menoj që hajde mbledhëm do burrat pojmë tregime popullore. Apo kupton? Se e kanë qetë, s'di, nuk do më thonë, çdo njoni ka drejt me bo çka dush, po është e pru, apo kupton, është e pru. Apo mendon që do të më bëna ajsan që mund t'alu këto? Pa i mund t'alu tash përderisa tha më herët që kanë luftu djemë tonë për qitë liri, ti ki drejt tash çka dush me bo. Apo kupton, me ndalu s'kisha me thonë, po nështë t'i shbo na i farë... Me cenzuru diçka. Po, t'i shbo ndonjë shoqëni që me ka një farë kodi që mos me pas t'i drejt me bo emision nëse vetu ka tek me bo emision, nëse së ciplet së kushtet, nështë e shkon mirë, apo kupton? Se do më thonë ti hinë YouTube dhe më thonë i kije ma plot veç tregime popullore. Edhe jenë të qitë këtë vend keq, nuk e kena në qatë histori bashkë qashtë të keqe, bre, deri sa avden e vrajti nipin për megje, e vrajti ata. Leni bre këto histori avden paraqit në vend në joj pak ma bukur. Avden se e kanë pe paraqitin keq. Edhe masanina, hajtë që kajta marrë një burë, që aqe se është i madhe, është i zoti, ka demonstret që të është i me lujt. A kupton, kjo është gabimëre, do të me pas një përvoj, unë s'kom shkollë të aktrimit, po e kom pas fatin me punu me regjisorët më të mirë Kosovë. Merhan Kërkesin, me Kasro Saqipin, kom punu me profesorin Ekrem Kryziun, profesorin, dramaturgun, njërin që ka bo shumë. Kom punu me
Valer Malokun me një producent edhe një moderator shumë zotin. Do më thonë, për mu kërrejt ajo shkollë, është diplom. Fatmirësisht është edhe zoti që më ka prek, do më thonë, unë jemi plëcun, po, qysh po qohësh, pak dasht me bë kritika, se nuk jem tip që kam qef me bë kësi me ndalu gjana. Jo me ndalu, veç mos e merr një qaf një njeri që është unaj të shtëpia me gruën e vet, hajde hin se me demonstroj që pak gjën e vesh i setër e hin luj. Është gabim, është e gërdetshme bre, është apo kupton. E kësi sanesh mo u bë Kosovë, gjithej plesh aty, edhe o biri jem, edhe në rregulli u bë tregimi popullor. Jepse s'u bë, apo se është keq. Tregimet popullor i kanë bën shkup tepër mirë. I parin Kosovë, nëse s'gaboj, i ka bë Ramiz Vitia, që i ka bë, edhe ai ka bë mirë. Edhe masanin ai. Ka që i bojnë ka edhe përmbajtje dikush që i bën, po apo bojnë edhe keq sa dush. Do më thonë që me shti gishtin e me vjedh. Pe kalojmë pak këtë pjesë, duke shpresu që kanë mu evitu këto gjana. Qa dush le të bojnë, nave që kena drejt me fol, me kalldu qa përna pengon. Se edhe dikush punën tem e pengon që am kupton, kena drejt me kritiku. Falem pak edhe për sfidat në vendin që po jetojmë në Kosovë. Kohëve të fundit është një temë për rritja energjisë elektrike 15%. Që komentoni ju si një aktore dhe si një veprimtar në këtë vend? Unë me matematikë jem kogja i dopt. Edhe këto rritjet në Kosovë, çka do që rritet neve nuk na pëlqen. Për arsye se nuk qëndrojna mirë me kushte financiare dhe me rroga të mira. Domethënë edhe rryma, po tash nuk e di burimin ka rryma që po rritet, apo rritet që na kanë gjetë budall, apo rritet që bota është unë qitë krizë ekonomike. Nëse bota është në krizë ekonomike, atëre ja pofshme me halin se s'kina qa me ba. Se nëse atje në dogan të rritë dogana, ti s'ki qare pesh të rajtu që ta uj. Kështu që nuk muj me thonë, nuk kisha pas shef në Kosovë kisha pas shef me pa sa në sa ma lirë, me jetu me shto roka sa ma mirë, për arsye se jenë rritë gjitha gjanat. Dhe me thonë, na edhe në për kafteri që i flasmi, që këna mujtë me marë me 100 euro, sot me 100 euro është hajgare me hi me ble diçka se s'ki qka, është rrit vaj, është rrit sheqeri, është rrit kafja, është rrit gjithçka është rritu gjithçka është problem, dikush që e ka rrogën 300 euro, për bes nuk e di jamën bjeton. E mos të me jetu jo, me jetu s'ka shansa, po me mbjetu. Oke, me mbjetu është me ble krype mill e pak sheqer. Sa për idare që thojnë një? Po, edhe ke idarja gjithshysh, avde njeri ka nevojë kushtet njeriu do të mja kriju me jetu bukur. Do më thonë se e ke për me jetu bukur është që duhemi me hap qytetin. Se jena ngulfat krejtë në Prishtinë, që nuk kam faj njerëzit, se nuk ka zgjedhje me najtë në katun, se nëse shteti kish ditë me investu në katune, edhe mja u ba rrugën, ujin, ata që dojnë me majtë bakti, mja u hitis kushtet, shëja një fond të mirë bujkut. Një fond të mirë që ai s'do më ta po Prishtinën hiç. Po nuk po punojnë që drejtim, ndoshta kam gabim se thash më herët nuk ka që marr vesh fortun politik edhe po muj me fol që marr veshun pjesën që mundesh me zgjedh një problem. Se ina ngulfatën Prishtinë nuk kinza Prishtina krejt. Dush mja kriju fush Kosovës një vend të mirë, dush mja kriju Hajvalis, Podujevës, Vushtres, Lipjanit, Gjilanit, Kamenisës, do më thonë njerëzit, ai që e mon atje në Gilan ose në Podjev një lop, mos thotë pse pe maj bronë çka e dhonë në Prishtinë. Kreja ti kushtet e mira që mos thotë po unë pe maj që të lop, në rregullena. A e kupton? Po i na ngulfatën Prishtinë edhe në ditë kena me shpërthy. Kena me nuk e kemi larg po besoj. Po flasim pak për Podujevën. Okej. Ju veni nga Podujeva, çka kishit veçu nga rinia jote? E di që do të thonë shkoni shpesh. Unë atje jetoj. Unë në Prishtinë rri veç kur të kam në intervista, apo kur të kam diçka natë në gjene ma diçka, për ndryshë unë rrim Podujeva është një vend mos thomi vogël, se me 72 katune, 72-74 nëse s'ka bëj, është prej vendeve më të mira në Kosovë, edhe me pjesë gjeografike, edhe me sipërfaqe si Podujev, po për ndryshe i ka dhe njerëzit tepër të mirë, tepër mikpric. Unë Podjev është një knatësi që nuk i nevoj me thirë kërkën telefon me dalë me pi kafe. I gjena ato. Po, në kafeterin që shkoj une, për shembull pranvera në Thënon që shkoj ti e din, se vjen vetë pe atje.
s'kam nevojë me thirr kërkon, unë kam vesh, mos kam vesh një shok, kam disa shok, po aty i gjaj gjithë. Edhe që aty fillon biseda ku kemi lanë, në kohën tem, edhe tash, edhe pse nuk është kohë shumë e gjatë, por ndryshimi është i madh. Për arsye se tash edhe jemi rrit edhe si popullsi, po u kanë ma lezet kur kam qenë në shkollën fillore dhe të mesme, për arsye se ty nëse ke dalë prej orës 4 ka fillu turniri, një turnir të shkolla fillore në Frashë, që ti ke shku, ke këshyrë futbol të mirë. Kanë luajtur për shembull ka një turnir që është mojtë në Podujev, kanë luajtë lejtarët veteranë që kanë qenë të Podujevës aty, edhe publiku që u kanë të shkolla në Frashë, sikur sot që luhet mos të prej për një El Clasico. Real Barcelona, e në atë kohë bote shkolla në Frashëri, tash dikush të fakrahasimi, Podujeva dhe El Clasico. Po du me thonë me emocionin, jeni mbledh profesorët, jeni mbledh nxënësat. Ka pas më lezet, po ka pas shumë më lezet, ka pas më lezet. Për shembull, Sunaj Keq, një ndër lojtarët më të mirë gjitha kohërave në Kosovë, ka luajtur në stadium të vogël, në terren të vogël, futsal. Domethënë nuk kanë knatësi me pa, kemi pas. Ja, sot nuk ka. Ja, ky turnir më nuk ekziston, nuk ekzistojnë më nxënësa që kemi qenë na. Se po mendon që kanë ndodhur. Telefoni bre, kjo është, më thash më herët, tash për 5 minuta kryemi punë shumë sene, se është në pyetje telefoni. Atëherë njerëzit nuk kanë pas telefona. Kur po flas për çit kohë, unë personalisht s'kam pas telefon. Jam kanë shkollë mesme, s'ke pas telefon. Ti në top edhe ke dal ke lujt, ke përcjell futboll edhe ka qenë kënaqësi shumë e madhe. Po Podujeva si Podujev është vend i mirë me jetu. Po a mbien mu tarna jo. Domethënë nuk mbien se nuk e kemi të vëllapin, po të vëllapin nuk, jo pse s'kan qef ata me pas më aty, po nuk kanë kushte me pagu. Unë kam shok me shumë të mirë të shtëpisë, po Podujeva për me jetu, për me dal me miq, për me dal me shokë, me kalu mirë me familje, është Podujeva është shumë mikprice. Kemi 2 restorante prej më të mira në Kosovë, më thon lirisht, i kemi sallat e dasma prej më të mira, më thon lirisht në Kosovë. Kemi njerëz zot në Podujev, edhe që jetojnë aty, kemi njerëz shumë zot, kemi tu fillu pi komandanta, pi profesora, që kemi aty, kemi s'po di Podujeva kanë herë thëm që gjithaj kemi aty. Po, fatmirësisht, po, na mungon puna se jemi edhe pak edhe pse jemi atje në kufi, domethënë jemi pak që nuk si jemi vend që dikush më qumë me thonë hajtë që kemi Podujeva dhe të blej diçka, se s'lidh, se jemi pak si zorçore që është me thonë. Po, për ndryshe, lapjant shumë të zot me pare që i kemi, kanë dalë në Prishtinë. Po, fatmirësisht që kthehen edhe në Podujevë, investojnë s'paku shtëpiat e veta ose s'paku ndihmojnë, është mirë. Po mbi gjitha, unë edhe pse jetoj në Podujev, unë e kënaqna. Thjesht është shumë kënaqësi e madhe. Nisi populli na goxha lokalista. Edhe po du me ditë në fillimet e juve, a keni pas, mos themin kuptimin vetëm të keq, po kësi hajgare mes shoqërisë, jo Llapi, jo Podujeva, a ka pas kësi dasi në grupe shoqërore vogla po besoj? Unë shok kam krejt Kosovën. Në gjithë, edhe normal, që shem ngucën e me Gjakovara, ata me mu, ose në me pejant me mu, ose të vushtëris, përveç me të vushtëris, sa në si njëti na vushtëria, edhe Kamenica po. Edhe Kamenica është e ngjashme. Po së di unë i du krejt qytetet, shkoj unë special shkoj në Gjakov me pi kafe me najtë se kam shumë miq të mirë pashtu në pesë, ane dyqysh nuk muj sikur dikush që thët me krahasu. Adin krejtjen me këprica në varet ti me kontakohesh. Se ti mosh më shku në Prizren me taku një njerit keq, mja mori nati keq Prizrenit. Në varet ti me kon ke kriju shoqni. Nëse krijon shoqni në Prizren me një njerit mirë, atëherë krejt Prizrenit kam të do ki mirë. Kështu që Kosova është e vogël edhe për me jemi me këprica. Na ka kap pak që kjo një farë dëshire për me bo pare, një farë dëshire do banesa, do tokë që atje do, na ka kap që kjo farë, një farë gjelozie njëni me tjetrin, po për ndryshe jemi njerëz të mirë. Këto e vrejmi në për... Se unë e thëmë kanë herë, për me ndodhë me ndollë një tragedi për me pasaj në dashtën me zveti. Po si popull jemi të mirë. Si popull për me jemi të mirë. A flasim pak edhe për pandemin? Ka dush për perda. Një lo për bajram shtë perda. Pas të një dohë në varile se bedo të bonë. Për pandemin? Po, qyshin e gjinë natë, ku e dim që ka qenë këtë sfiduse për krejt sektoret, krejt... Pandemia na 2 javë ditë ma ka hup topin,
që pse është shumë problem kur ti je të shku 200 orë dhe më kthy në zero, domethënë qysh je të punu dhe kthehesh në shtëpi dhe 2 javë ditë jem kom pak mos thonë në krizë, por tu mos di çka më bë. Shumë e vërtet. Mas në pikturoj ka pak edhe i nxjerra prej vendit ku i kam ato tabelat një hamer kam shku te një shok jemi ka librarin, kam shku i kum bleda hamera, kam fillu me pikturu ka pak, edhe pandemia më i me thonë lirisht përveç asaj psiqikës që kemi qenë pak të mërzitshëm edhe nuk e di shumë se çka po ndodh. Ditët të vijim, përndryshe kemi kalu shumë mirë se kemi lu termin futboll non stop. Unë po dhe, përshta po dhe mirë, sa ofër gjithë. Na ka bashku krejtve. Po, na ka bashku gjithëve, kemi dal, e kemi ditë çka është natyra, kemi ditë çka është mu bashku mes veti, kemi ditë, ka qenë shumë knatësi e madhe. Na kemi pas një termin, bile edhe Afrimu Qiqi, aja edhe pse rrin shumë po dhe Afrimi. Kemi pas termin me ta, kemi lujt, futbol, tepër shpesh, kemi dal, derisa une ma farmerkat nuk i kum pa me sy. As katat, as kur veç në trenerka, edhe kemi kalu tepër mirë. Po, na ka dhimt kjo që i pashmi njerëzit tonë të hup jetën edhe mes munit më dhaja me, po, kështu përgjithsi kena pushu psiqikisht. Adnan, unë po ju falenderoj shumë për kohën, nëse keni diçka ndonjë mesazh i përmendë planet, po. Po, unë nuk kënaqa shumë me ju edhe bashkëbisedum diçka. Besoj që ato që mendojmë ditë për ditë që dalmi në kafe sa ne tham që tu. Unë veç faleminderit shumë që më keni ftu, dëshiroj shumë sukses, emocional, e di që ki sfida për fillim, po dosh me kuptu që çdo investim që e bën ka vujtje. Çdo sanet mira ka vujtje. Ne presim edhe hera tjera. Patjetër, faleminderit shumë. Shumë respekt. Faleminderit shumë. Faleminderit. Shikues të televizionit Arbria, kjo është intervista e përgatitur me Adnan Blakun për ju sot, po besoj që sadopak keni kënaqur dhe keni kalu sadopak kohë të mira me ne. Deri në takimin e ardhshëm, mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.